Njeriu nuk ka nevojë ti markoj, t'ju vej emër, ndjenja vetveta që e kam burr këtë ndjenjë, apo e kam dashnor këtë ndjenjë, apo e kam fëmijë. Kjo ndodh për ekonominë e kushteve. Cila është ekonomia e kushteve? Është pikërisht ajo që ty të kthjellon, që ta dish ku është shtëpia jote, se s'ke shtëpi tjetër ku është gruaja jote, se nuk është kaq e thjeshtë që ti ndërtosh gjëra çdo ditë. Pra, në një ekonomi tjetër, në një formë tjetër organizimi, çdo gjë do të ishte ndryshe dhe po shkon drejt një ndryshimi. Për shembull, unë vajzën që e kam Kanada disa herë e kam keq kuptuar dhe keq interpretuar se doja patjetër ajo të ketë një familje të vetën, në Vancouver jeton. Dhe ajo më thot, mami, këtu bëhen çiftet me lidhje të hapura, thotë, unë se kam këtë koncept. Po çfarë janë këto, i them, unë, si është kjo lidhje e hapur, ma shpjegon që ai dhe ajo jetojnë bashkë, po nëse ndjejnë për njerëz të tjerë, nuk i thonë jo njerëzve të tjerë. Është një vështirësi, thot, jashtëzakonisht e madhe, dhe ata që e bëjnë e vujnë shumë, por nuk duan që të gënjejnë. Sigurisht nuk e kam pritur mirë fillimisht, edhe unë si gjithë shqiptarët kam quajtur një liberalizëm ose shturje shumë të madhe, mirë, po me kohë kam kuptuar që ne duke i frenu ndjenjat tona kudo, sepse edhe ekzistenca jonë është shumë e vështirë. Ekonomia jonë është e vogël, sado e madhe duket, sado që punojmë, investojmë, bëjmë, ajo që del na del për të jetuar.